Ne na duhet diçka më shumë për të pasur një vazhdimsi në negociata dhe për mos u ndërprer asnjë sekond. Dhe negociatat janë diskutime, dakordsi, dhe kur bëhet dakordsia që ata thonë do bëni këtë, dhe ne I themi do ta bëjmë këtë, kjo duhet të shkojnë në proces, duhet të miratohet qeveri, duhet të shkojnë në parlament, kërkojnë vota, kërkojnë mbështetje, kërkojnë shpejtësi, sepse çdo ditë është shumë e rëndësishme. Parafitëroni tani këto procese të shkojnë, të kalojnë nga kërneta. Nuk na del llogaria e ditëve që të merrem me kërnetën, se nuk po llogaris fare variantin që Shqipëria të çoj bufin në Bruksel, që të merret me antarësim. Se ta imagjinosh vetëm që pa pritur e pa kujtuar, mbasi ne atyre ja u përmbysëm komplet imazhin për Shqipërinë, mbasi ne atyre ja u bëm Shqipërinë një vend të respektuar, një vend të vlerësuar, një vend besuar, mbasi ne atyre troç muhabeti, ju mësuam që ne nuk na shohin dot nga lart poshtë, pavarësisht se mund të jenë më të mëdhej, mund të jenë më të fortë, më të pasur, nëse jemi ballë për ballë, do na shohin sy në sy, ne japim respekt, do të na japin respekt. Mbasi ja kemi mësuar gjitha këto, imagjinoni u tani që ata të marrin vesh, shqiptarët vendosën që juve do flisni me bufin. Si bëhet jo? Do flisni me bufin që në çdo fjalim I fiket llampa 3 herë. Çat shkojeti? Shkoj t'i thot do t'ju ngre tavanin atyre në Bruksel. Këtë nuk po e llogaris. Dhe tjetra që është shumë e rëndësishme. Ne na duhet që të kemi parasysh në 16 maj në Tiranë, te shehi Skënderbej, do vi gjithë Europa. Jo vetëm Bashkimi Evropian. Jo vetëm Bashkimi Evropian. Po do shkulen të gjithë nga Londra, në Ankara, në Baku, në Kiev, Stockholm, gjithë. BE dhe jo BE, të gjithë ata që janë antarë të Këshillit të Evropës. Do vinë të gjithë atje, te Skënderbeu, te profeti I historisë tonë kombëtare.